Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jemi në muajin më të bekuar në të cilin është shpallur Kur'ani famlar. Përmes këtij agjerimit, namazit, zeqatit, sadakas dhe krejt veprave të mira, jemi duke ja lypur Allahut Gjelle Gjelaluhu xhenetin. Nuk po agjerojmë e nuk po bëjmë ibadet, as nuk po hapim se s'kemi çka me bon, po mundohemi me i ekspozue Allahu Gjelle Shanuhu veprat tona para melekve, para engjujve, sepse lavdrohet Allahu me veprat e ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çka bëjmë na në këtë muaj të bekuar. Transmeton Enes ibn Malik radiallahu anhu në natën që ka ecë pejgamberi në Miraj mbi 7 qiell, ka rritur te Bejtul Ma'mur. Bejtul Ma'mur është sikur qapja në tokë mbi 7 qiell identike. Çaj është shtëpi është. Ajo ka emrin Bejtul Ma'mur, kjo ka Bejtul Kabe, Bejtullah në tokë. Edhe është në një drejtim deri në altë deri poshtë, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Bejtul Ma'muri mëra prej në altit, prej mbi 7 qiell, bjet mbi Kabe. E pejgamberi kur ka shku në altë, e ka pa Ibrahimin alayhi salatu wassalam, Ibrahimin, baba i pejgamberve, i mbështetën në qabën e qiellit në Bejtul Ma'mur, sikur që e ka marrua qabën këtu në tokë. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا سلام pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha selam Ibrahimit e Ibrahimin e buzëqeshje ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe po thot pejgamberi prej krejt pejgamberve që ka dërgu Zoti, i vetmi është Ibrahimi më i ngjashëm me mua, me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Kur u takua i tha pejgamberit ton, ja Muhammed, akri ummeteke selam, bani selam ummetit ton, dhe tregoju. Çka ja Ibrahim? Tha tregoju se el gjennetu, gjenetin që për lipni, tajibetun arduha, shumë tokën e mire ka gjeneti. Gjeneti shumë tokën e mirë. Ardhbun ma uha, ujin e ka shumë të amër. Fidanet që mbillet gjeneti janë, sa Subhanallah, velhamdulillah, ve la ilaha illallah, vallahu ekber. E urno i metin tant, mas i po e lypin gjenetin prej neve selam, le ta mjallin gjenetin qysh në dynja, duke thonë Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Ekber. Hadithin e shkënan Enes ibn Maliki radiallahu ta'ala anhu sahih është, sahih Bukhari. Çka du me ju thonë juve vëllezërit e mi? Jemi në muaj të bekuar. Jemi në muaj që është shpall kushtetuta kuranore në këtë muaj. Kurani, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Mos kish kanë Kurani ky muaj se kish parë emrin e madh, si Shabani, si Rexhepi, si Shevali, si Muharrami, si Saferi, si çdo muaj tjetër. Po derisa është shpall fjala e Allahut në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në natën e 20 ditë prej Bejtul Ma'murit, ka ardhur natë në Bejtul Izza në qiellin e dynjas. Tani prej qiellit të dynjas që shkart të pëton deri te Muhamedi në tokë, ka ardhur për 23 vjet me periudhë graduale sipas kërkesës dhe nevojës njerëzore që mu po ma lehtë për me praktikue. Jo kryet se ndët grup me qete tani sikur hapat si a më një hash për një ditë e për do 2 javë ditë pa amër apo 2 muaj. Dashta t'ju thamë të gjithëve në këtë muaj, mbjellën e bafqët e juja të gjenetit duke thonë Subhanallah. Nalu dhe thuj Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Amon gjeneta, bosh kretën bosha, ka thonë Ibrahimi a.s. El gjennetu qi'anun, ka tokat pa mbjellura,
Dhe unë shumë të mire ka ti në shetë. Aty traktor hiç nuk duhet edhe me lavruhe. Vesh me thonë subhanallah një shenjë, subhanallah një hurme, elhamdulillah një molle, la ilaha illallah një qërshi. Vetëm e vetëm me ta boti në xhenet në ngjashmërinë e jetës dynjës që e munua këtu. Atje me një të thonë, pse? Ka thonë pejgamberi afdalu dhikri la ilaha illallah. Dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah. Wa afdalu dua, e lutja më e mirë cila është? Ka thonë lutja më e mirë është elhamdulillah. La ilaha illallah edhe elhamdulillah. Mirë për në hadithin tjetër ka thonë kelimetan, dy fjalë, khafifetani alel lisan, të lehta në gjuhë, thaqiletani fil mizan, tronta në peshoj, habibetani ilër Rahman, shumë të dashur ata Allahu. Cilat janë ato? Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Çe? Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Prandaj o vëllezërit e mi, tash në Ramazan vazhdojmë na shiko. Me shiko llogaritë e lekëve të xhepit. S'ka llogari marrë prej pëdujeve s'ma nga një iftar diri këtu. Me shikuar në aspektin e sevapit, ato po e lypi unë. E kjo dynjoja, pasuria, këtu hargjohet, se kjo pasuria dynjos nuk vlen, nuk ka monedh për ahiret. Për ahiret monedha është hasenat, sevapët. E këtu janë lek që i predhon njeri ju anë këtina, vlerë të cilave ju ka dhonë edhe Allahu disa prej tyre si ku që është ari dhe argjendi, ose lek të letrës ju ka ndonë vlerë vetin sonë. Ju apin vlerë, kur do në ndronë moneda, në ndronë sa erdonë, sepse vetja ka dhonë vlerën, vetë e vlerë sonë. Andaj për ju thamë të gjithve, deri në fund të Ramazanit kemi edhe gati 20 ditë, iftare shtroni akrabave t'ju i farefisit, shikoni tezet, hallat, dajet, agjallarët, akraban, që ta fitojmë gjenetin. Vëttëkullahe ledhi të sa eluna bihi vel, erham, kene frikën Allahut të cilin çdo ditë për përmendni, dhe bashkë me Allahun el erham, farefisi. E farefisi është vllai, motra, daja, agja, halla, tezja. Baba është farefis, Arif? E baj son farefis, pra. Mës thash, mës për këtë dërëtër, mës për tërë si agja, si baba. E lusim Allahun Gjallëshanu të ne pranoje. Po prej bereqeteve që kemi, elhamdulillah, që do t'ju gëzoj për fund këta, djejem konë me lek që unë e lypi i kamos, ja ku më shtruar në Mallakastër një iftar me 120 vetë, son të ose nesër në YouTube ju dele shikoni, ju kemi folë për islam, për shahadet, një zonës e cila musliman janë, mirë po që 70 vjetë, gjamia s'kan, kanë qenë 55 gjamia, e tash s'kan vjetë, një kemi marru një gjami në Kurban Bajram e kemi qelë, edhe një këtë javë, bja qesim kulmin e inshallah në Kurban Bajram prap kemi me qelë, jemi të kulmu atje, kështu që në mujtë Ramazanit, në ndimoni moralisht, fizikisht, materialisht, isht, që të ecim për para dhe të ketë material tezga, që dojnë asaj në trek, kërë i qesish tezga, që ajo, dhe Allahu le tjetë e mushme, që të ketë Allahu me qka me u konë krenar dhe me u lavdruhe para melekve për veprat tona që janë të artikullit më të lartë. E lusim Allahun Gjallëshanuhu, në shtoje bereqetet në dynjë, në apet mirat e dynjës dhe të akiretit. Rabbena atina fit dynja hasanatan, vë fil akireti hasanatan vë kina adhabenar. Allah ja ban sevap për herë mas pari këtë bereqet, ja u kompenzov bereqet halalit për këtë hargjim që ka ba, e një herë mas pari prindve, se Arifi ka prindet, mëndaj vetë si familje me vlatët e motra, e Allahu Gjallëshanu nga bëvë gjithë, mu bashkua konsht hajri. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.